Ndërtesa e Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë u doq. Këtë vetë kemi filluar 3 xhamit. Edhe minaret e kanë lartësinë mbi 40 metra. Ndërtimi i xhamisë në fshatin Shkabaj ka një rëndësi të veçantë. Kontur. Prishtina, një qytet që të pret me dinamikën e saj, me historinë që e gjen në çdo rrugë dhe me energjinë që nuk shuhet asnjëherë. Ajo është qendra ku njerëzit vinë, jetojnë, punojnë dhe krijojnë. Në këtë mozaik të gjallë, vend të veçantë zë edhe jeta fetare dhe tradita e qytetit. Brenda kësaj qëndron Këshilli i Bashkësisë Islame në Prishtinë. Për vite të tëra, ky objekt ka qenë zemra organizative për besimtarët. Por historia e tij ka edhe plag. Gjatë luftës në Kosovë, ndërtesa e Këshillit të Bashkësisë Islame në Prishtinë u doq. U doq dhe me të u zhdukën shumë dokumente të rëndësishme. Ato letra mbanin kujtime, vendime, emra dhe punë të tëra brezash. Sot ajo u rikthye dhe punon çdo ditë më tepër për jetën fetare të kryeqytetit. Udhëtimi vazhdon drejt fshatit Shkabaj, një vend që ngritet ngadalë por me siguri. Vullneti i qytetarëve ka qenë më i fortë se pengesat. Ata nuk u ndalen, e mbështeten, e ruajtën dhe e shtyn përpara. Sot xhamia në Shkabaj po rritet çdo ditë. Themelet tash më flasin, muret po ngrihen dhe forma e saj po bëhet e dukshme. Ajo po bëhet një vend që nesër do të mbledhë njerëz, do të sjellë paqe dhe do të jetë pjesë e identitetit të kësaj zone. Për më shumë detaje për projektin na tregon kryetari i Këshillit Hetem Sopjani. Po, është vërtet sepse në territorin e Prishtinës, gjithsesi në fshatin Shkabaj, nuk kemi pasur xhami, kurse këtë vit kemi filluar ndërtimin e kësaj xhamisë, e cila do t'ju shërben kësaj popullate, këtij vendi. Po zakonisht besimtarët e kësaj zone i kanë përzgjedh Dragodanin, i kanë përzgjedh xhamia tjera të kryeqytetit, si në pamundësi për ta pasur një xhami në lagjen e tyre, dhe kështu që e falenderojmë Zotin së pari që na i ka mundësuar që ta kemi edhe në fshatin ton Shkabaj këtu, xhamin e cila do t'ju shërben besimtarëve tonë. Kjo xhami do t'ju shërben Prishtinës për shkak se edhe kjo lagje është e banuar me banor, por të njëjtën kohë popullata është rritur, është shtuar dhe nevoja e besimtarëve ka qenë e kahmëtshme, e kahershme që të bëhet edhe ndërtimi i kësaj xhamisë këtu. Po shpresoj që do të jetë një lehtësim sado kudo për këtë vend dhe për këta njerëz që jetojnë në këtë lagjen këtu. Ndërtimi i xhamisë në fshatin Shkabaj ka një rëndësi të veçantë, sepse deri me tani komuniteti apo besimtarët e këtij vendi nuk ka pasur një vend të përbashkët për adhurim apo edhe për tubime të ndryshme. Kjo xhami do të shërbejë si vend i faljes dhe adhurimit për të gjithë banorët e fshatit, qendër e mësimit fetar, ku fëmijët dhe të rriturit do të mund të mësojnë për fenë dhe për moralin e tyre. Do t'ju shërbejë si hapësirë të tubimeve të komunitetit, ku njerëzit bashkohen në ditë të gëzuara e të vështira. Do të ketë hapësirën e tubimit për gjithë komunitetin e këtyre besimtarëve në këtë vend, ku njerëzit bashkohen në ditët të ndryshme. Do të jetë qendër qetësie, paqe dhe uniteti që forcon lidhjet mes banorëve. Thjesht, kjo xhami nuk është vetëm një projekt apo një objekt, por një dritë e re për fshatin Shkabaj. Një investim që do të shërbejë për brezat e ardhshëm. Unë me këtë rast dua t'i falenderoj të gjithë besimtarët, vëllezërit dhe motrat tona, madje edhe mërgjimtarët, vëllezërit tonë dhe motrat tona të cilët gjenden në mërgjim, të cilët kanë shprehur dëshirën dhe vullnetin e tyre që na ndihmojnë dhe të na përkrahin në këto projekte të ndërtimit të xhamive, por edhe objekteve tjera përcjellëse. Me këtë rast ju bëj apel të gjithëve që përmes Këshillit të Bashkësisë Islame këtu në Prishtinë të derdhen të gjitha fondet, mjetet, sadakat e tyre, zeqati i tyre për ndërtimin e xhamive dhe të tjera në kryeqytet dhe në fshatrat tona përreth.
Kësaj xhamie të bukur në Shkabaj i është kushtuar rëndësi e veçantë edhe në detajet më të vogla. Njëri nga udhëheqësit e kompanisë punë kryese, zotri Islam Ulaj, na tregon më hollësisht për detajet e këtij projekti. Punimet janë në fazën përfundimtare, edhe pritet që të përfundojnë mas paki edhe 3 javë ditë. Punimet janë duke u zhvilluar shumë mirë. Nuk kena ndonjë të loshe, ndonjë diçka. Kështu që po mendoj edhe po shpresojna që mrena 3 javë do të përfundojnë. Brenda kësaj xhamie është e parapone deri në 600 veta me nxon pjesa e brendshme e xhamisë. Jena të fol për pjesën e brendshme të xhamisë. Ndërsa pjesa e jashtme e xhamisë pritet ndoshta mu bë ndoshta edhe 1000. Po 600 pjesa e brendshme e xhamisë do të zë. Sa i përket ndriçimit, njëna për arsye është që i kena lënë dritarë shumë të mëdha. Edhe ndriçimi më i mirë është ndriçimi i diellit, se sa në ndriçim si shtojna artificial në ashta diçka. Kupulla fillimisht bëhet me kapriota, që i formojnë ana kapriotat e drunit. Edhe veshet me drasa, qitet 2 zona armatur, qitet betoni. Edhe tani për mi beton, bëhet izolimi me një lesh guri 10 cm, edhe masa nejnej drasitet me drasa, edhe folia pështjellet me foli të kulmit, edhe qitet llamarina. E veçanta e këtij projektit është se xhamia do të bëhet me 2 minare. Edhe minaret e kanë lartësinë mbi 40 metra lartësi. Edhe do të marrohen krejt me beton. Kjo xhami do të jap një pamje shumë të mirë këtij fshati. Veçanërisht edhe kësaj pjese këtë. Sepse këtu është shkolla, është ambulanta, edhe është pjesa, domethënë hapësira që është e ndane, ka hapësirë shumë të madhe të cilën mund të shfrytëzojnë gjithë njerëzit, edhe njerëz që vinë kësajde, edhe njerëz të fshatit, mund të shfrytëzojnë këtë vend, këtë xhami, këtë shtëpi të Zotit. Në Prishtinë janë bërë edhe shumë renovime e restaurime, vlera e të cilave është shumë e madhe. Disa nga ana e brendshme e disa të tjera të përdicuara, duket se po ja kthejnë shpirtin Prishtinës edhe më. Këtë vit kemi filluar në 3 xhamit e kryeqytetit për restaurimin e tyre, pothuajse në lagjen e kodrave të trimave, në xhamin Abdul Kader Arnautit, pothuajse kanë përfunduar të gjitha restaurimet e brenda asaj xhamise, e cila është gurthemeli i saj ka fillu qysh para luftës, ndërsa sot pas shumë viteve filluam të bëjmë edhe restaurimin e saj. Po ashtu e kemi edhe në fushën e pajtimit të Molla Syli Rimanishta, edhe aty është një pjesë, një hapësirë shumë e madhe që kemi bërë edhe investimin në të, por është edhe duke ushtuar edhe aneksi i xhamisë për shkak se nuk kemi pasur mundësi të bëjmë hapësirë të ndryshme gjithë atyre xhamatit që janë në numër i shumt aty. Po ashtu kemi filluar edhe restaurimin tek xhamia e 4 Lullave në Prishtinë këtë vit dhe me lejen e Zotit do të përfundojnë shumë shpejt punimet aty. Po ashtu edhe në xhamin Sodefendia në bashkëpunim me Ministrinë dhe Qeverinë e Kosovës e kemi restaurimin e xhamisë afër komunës e Prishtinës. E kemi edhe aneksin në Dragodan, e cila do të shërbej për nxënësit, për njerëzit në nevojë dhe për të gjithë ata të cilët kanë dëshirë të kenë mësim besimin në këtë objekt. Po ashtu e kemi edhe 2 oda të pamëve, të cilët do të jenë në shërbim të qytetarëve të Prishtinës. Në Prishtinë po ngrihet edhe xhamia qendrore, një projekt i madh që po merr formën e tij pas shumë vite shpritje. Ajo do të jetë një prej objekteve më të rëndësishme të qytetit dhe një pikë e re referimi për të gjithë besimtarët. Për këtë xhami do t'i kushtojmë një epizod të veçantë ku do të tregojmë më gjerësisht historinë, sfidat dhe rrugën e saj drejt përfundimit. Ky udhëtim na tregon se si historia, sfidat dhe vullneti i njerëzve formojnë hapësirat ku ne jetojmë. Nga Prishtina e fshati Shkabaj pam se si çdo projekt, pavarësisht pengesave, merr jetë kur bashkësia qëndron e bashkuar.
Xhamit që po ndërtohen dhe ringrihen sot janë shenja të qëndrueshmërisë, besimit dhe përkushtimit të këtij komuniteti, dhe ne do të vazhdojmë t'i sjellim këtë histori, hap pas hapi, në Kontur. Kontur.